Përshëndetje miq të Adaga Media dhe mirë se erdhët në një video krejtësisht ndryshe. Sot si që shikoni në qendrën e kamerës ndodhet ky kupi shumë ngjyrës, të cilin sot do ta kthejmë në një mënyrë tepër interesante nëpërmjet një aplikacioni që unë do t'ju lë të shkruar këtu poshtë. Le të nisim me një herë pa humbur kohë video. Si që shikoni, ky është përfundimi. Me të vërtet një kup shumë ngjyrësh, shumë i këndshëm, shumë i bukur, me këto ngjyrat kaq të këndshme dhe kaq të bukura, si që vetëm kup Slover di neve të na ndihmojnë. Neve nuk e kemi në fakt sponsor general, por neve do t'ju lëm se s'bën emrin e këtij aplikacioni aty poshtë, që normalisht edhe ju të bëni ta ktheni kubin tuaj shumë ngjyrësh kështu ose në mënyra të ndryshme. Mirë, faleminderit shumë që keni ndjekur këtë video, shpresoj të ketë pëlqyer. Ju mos harroni të bëni like, subscribe, share, comment dhe ne takohemi sërish në videon e radhës. Bye bye Adaga Media.